Lufta kundër kriminalitetit, sidomos në sektorin e pastrimit parave dhe evazionit fiskal, si dhe krimet tatimore, ishin disa nga rekomandimet e qeverisë për prokurorinë e posaçme dhe organet e hetimit të jurisdiksionit të përgjithshëm. Evazioni fiskal për të gjithë neve besoj që nuk është thjesht një çështje tatimore. Kur biznesi i ligjshëm paguan tatime dhe ai pa ligjshëm jo, tregu të formohet, shteti rëndohet financiarisht dhe dëmtohet. Pastrimi parave bëhet në kriptovaluta, mashtrimi organizohet online, infrastrukturat publike sulmohen digitalisht, grupet kriminale përdorin teknikat gjithnjëherë më të sofistikuara komunikimit dhe pastrimit duke vepruar njëkohësisht në shumë juridiksione. Jo vetëm krimet ekonomike, por edhe ngjarje të tjera të rënda ishin në fokus të këtyre rekomandimeve. Aksidentet e fundit me pasoja për jetën kanë bërë që të ndërmerren nisma për ndryshime në kodin rrugor. Drejtimi në gjendje të dhëur, në ndikimin e narkotikëve, pa leje drejtimi, janë vepra me ndikim të drejtë për drejtë e siguria publike dhe të jeta e qytetarëve, ndaj në rekomandimet e 2026-s nevojitet të trajtohet me fokus të shtuar. Diversifikim të hetimeve dhe ndjekjes penale, rritje të cilësisë hetimore, por mbi të gjitha dhe përcim bashkëpunimeve me policinë e shtetit. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme Klodian Brahu tha se lufta ndaj korrupsionit nuk bëhet dot nga një institucion i vetëm, por duhen një sër faktorësh bashkëpunues. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk mund të kufizohet vetëm te ndjekja e autorëve individual. Ajo duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse të pasuritë që burojnë nga veprimtaria kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe i pasuror do vijojnë të jetë pjesë thelbësore të punës sonë. Orsian Çela, kreu i prokurorisë përgjithshme, foli për asetet e sekuestruara të krimit organizuar, ku për vitin 2025 pati një rënje krahasuar me vitin paraardhës. Lidhje me hetimin financiar, me goditjen e aseteve kriminale, më duhet ta theksojmë, edhe pse kjo ka shkuar shpesh pa u vënë re, nuk e di arsyet. Prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm kanë arritur në 2024 të sekuestrojnë mbi 60 milionë euro asete dhe në vitin 2025 mbi 40 milionë euro. Pra në 2 vitet e fundit vetëm prokurorit e jurisdiksionit përgjithshëm kanë sekuestruar mbi 100 milionë euro asete. Rekomandimet e referuara nga Këshilli i Ministrave për organet e drejtësisë janë në përputhje me procedurat e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.